Hoq Fatmir, elita intelektuale e vendeve fqinje ku apo trojt shqiptare na akuzojnë neve shqiptarët e Maqedonisë se ju pakës si tepër një fetar, pakës zbuteni pakës. Çka kisha thënë ti për këtë? Kështu, tash, nëse i kthehemi kohës sotit dhe kohës pak më Ajo, a di çka që më thon më qartë. Ajo çka më pengon, pse ti ma cenon identitetin tim kombëtar? Vetëm se jam fetar, ti mundesh s'ke të drejtë me më thonë se je ma pak shqiptar, nëse jam unë fetar. Kjo është një problem, një dilemë, unë se kuptoj pse se ne marrin vesh se nëse jam shqiptar, kam mundësi me kanë edhe musliman. Historianët e kohës sotit, s'du t'i përmendim me emra që kemi akoma gjallë, ato vetë thojnë, po mos ishte Islami në këto vende ku na jetojmë, na as nuk do të ishmi shqiptar. Edhe këtë du t'a kuptojë çdo shqiptar i madh edhe i vogël. Nëse na thojnë se na jemi më fetar dhe më praktikant, më qeni, kjo është për momentin për kohën e sotit. Mirë po, nëse i këpusmi kufit, edhe bohet pak më e gjanë këtë territor ku kanë jetuar shqiptarët, themi shqiptarët më fetar para komunizmit kanë qenë të Adheu Am, ka qenë Shqipëria. Sikur se përmendi edhe Hoxha Ali, shqiptarët të cilët në kohën e Ahmet Zokut u shpërngulën, ato edhe akoma sot janë shqiptar në Damask, akoma janë shqiptar në Jordan, akoma janë shqiptar në Turqi, edhe flasin shqipën edhe se kanë shku para 100 viteve dhe janë në të vende. Pse janë musliman nuk i ka bo që të harojnë gjuhën. Nuk i ka bo që të harojnë gjuhën. Edhe une personalisht kum taku shqiptar para 9 viteve, ose më tepër se 9 viteve, në Adana, qytetin. Atje, kum takuar një plak, kur kemi udhtu për numre shkojmë, bashkë me Hoxhën Ferit, e kemi taku një plak që i ka pasën mbi 97 vjetë. Gjemt e tyri kishin ka 70 vjetë, kurse ai plaki kur kish ardhën Turqi, i kish pas vetëm 2 vjetë. E ke parasysh? Dhe se ka haru Shqipë. Shqipën ma mirë se na. Edhe gjithë fshati atje folshin Shqip. Tha vetëm 3 veta tha këtu tha nuk folin Shqip. Ai cilin është me baktit, imam i xhamisë edhe mësuesi, ama na tha Shqip flasmi. Do më thonën shpërngulja ka qenë para 90 viteve. Edhe lokja ishe gjallë, i kishte 93-4 vjetë. Djemt e tyre ishin 9 djemt gjallë, kret e flisin gjuhën Shqipe. Jam të folën shqiptarët e hershëm që janë shpërngull para komunizmit. E tash, nëse dalim prej kufive, themi se jo, shqiptarët kanë qenën më fetar edhe në vendet tjera, por sistemi monist e bonit vetën, kurse në trojet tona, fal hoxhallarëve të vjetër, fal ulemas të cilët kanë qenë në përvendet e ndryshme, Karadakut, Shkupit, Kumanovës, Tetovës, Gostivarit e kështu me radhë, ato e kanë rujt me fanatizëm edhe kombin, edhe gjuhën, por e kanë rujtën edhe çka është shpirtërora, çka është feja dhe besimi. E tash, nëse neve në akuzojnë se ju jeni më shumë fetar se sa kombëtar, nuk është e vërtetë se ai cili është fetar është edhe kombëtar. Ai cili nuk është fetar, edhe kombin as nuk e përfill, ose shumë pak do ta përfille, edhe argumentet janë sot i shohmi në për jetën tonë të përditshme. Ato të cilët nuk janë praktikantat fejes, po më parasysh se fej është, ai edhe nuk mundet me qenën shumë edhe adhetar, nuk është edhe shumë kombëtar, e bile ndoshta edhe gjuhën shqipe nuk e din mirë, sepse vetëm 5 vite ose 6 vite i ka bën perëndim, e shef se fëmia i tij është shkri, kurse të tjerët të cilët kanë udhtu dhe janë shpërngul për hir Zotit, ato asnjëherë se kanë harruar gjuhën, asnjëherë nuk e kanë harruar atë çka quhet Shqipe, edhe nuk e kanë harruar atë e cila quhet besim, edhe e kanë bajtën edhe të parën, edhe tytë. Edhe unë me bindje të paluhatshme tham se ku njeriu ka fe, asimilimi i tij është i pamundshëm. Sa i ka me rujtë, ka më mundua fëmijët e tij, djemtë e tij, vajzat e tij, ta mësojnë gjuhën, ta ruajnë kulturën e traditën. Subhana mu vjen shumë interesant. I përdorin të fjalë anglisht, oh my god, relax njeri, ose okay, ose gjëse e tjerë. Këto janë vetëm shembuj se fjalori që është domethënë është shndruar në një gjuhë tjetër që nuk është shqipja, është shumë më i përhapur, edhe kjo e rrezikon gjuhën. Nëse ti një popullit ja shkatron gjuhën, ja e largon nga gjuha e tij amtare, ajo shumë malet që ta asimilosh në aspekte tjera. Se nëse ne nuk e ruajmë gjuhën tonë,
me fanatizëm si thava ti Fatmir, atëherë edhe seneti as kena mirë. Mere gurbetin shembull, Po. mos flasmi për kohën e sotit, baballarët ton kur shkuan gurbet atje nuk ka pasën gjuhë shqipe. Ka shkuan punë, 10 orë ka punu, ka ardhur te shtëpia, fëmia e tij ka shkuar në shkollë, ka ardhur i vetmi institucion që fëmijët e tyre kanë mësuar shqipen, edhe kanë mësuar atë çka quhet ligjërat është xhamia. Ditën e premte, Edhe sot, ditën e shtunë, vazhdojnë, ditën e diell, vazhdimisht xhamia ku i kanë hoxhallarë shqiptar në Evropë, ato e flasin gjuhën shqipe, por për post ligjëratës ato edhe gjuhën shqipe e përforcojnë. Nuk flasmi për prindërit e tyre, por fëmijët të cilët atë janë lindur edhe nëpërmes xhamisë, nëpërmjet ditës premte, dhe shtunës dhe diellës, ato edhe gjuhën shqipe e kanë përforcuar, që do të thonë bëhet shkak feja dhe dëgjimi i ligjëratave për atij imami dhe për atij hoxhe që të përforcohet edhe ajo çka quhet gjuhë shqipe dhe çka quhet ajo identitet kombëtar që më shkrihet në ato popujt e mëdhej në Evropë, të cilët për momentin i kemi, domethënë, gurbetçarët tonë.